Alo njerëz, atëherë duke qenë se nuk mund t'ju kthej të gjithë përgjigjeve me mesazhe, doja t'ju ktheja përgjigje me një video të shkurtër në lidhje me zhvendosjen brenda Gjermanisë. Pra nëse ti je akoma tek ambientet me qira të punëdhënësit tënd dhe dëshiron me patjetër që të marrësh një shtëpi me qira ose edhe të duhet me patjetër një shtëpi me qira për shkak të bashkimit familjar për shembull, e cila është shumë e rëndësishme dhe ka kriteret e saj, dhe një në këto kriteret më të rëndësishme është pra gjetja e një banese, e një ambienti me qira me metrat katror të duhura për të realizuar bashkimin familjar. Gjithashtu shumë e rëndësishme është që ti të kesh disa kursime për blerjen e mobilje dhe për qira që do të japësh paradhënie për 2 ose 3 muaj, që është mid kaucion në Gjermani. Çfarë të duhet nga ana e dokumentacionit? Të duhet 3 rrogat e fundit, pra 3 faturat e fundit ose konta Auszüge, të cilat mund t'i nxjerrësh te banka, ose nëse i ke bër online, të dalin online dhe mund t'i printosh vet, ose të vinë me post. Gjithashtu të duhet një formular që duhet ta plotësosh, këtë dhe dërgojnë kryesisht qeradhënësit, ku mund të japësh të gjitha të dhënat e tua, me emër, mbiemër, adresën, të ardhurat tuaja mujore, nëse ke kafshë shtëpiake ose jo, etj. Normalisht do të personalausweis ose pasaporta dhe gjithashtu të duhet një vërtetim i adresës ku ti aktualisht po punon. Gjithashtu të duhet kontrata e punës, dhe nëse kjo është një kontratë pa afat, do të ishte akoma më mirë dhe qeradhënësi do ta shikojnë më me pozitivitet, pasi dihet që në Gjermani është me të vërtetë shumë e vështirë të marrësh një shtëpi me qira. Zëre se po e merr falas, domethënë, aq e vështirë është, sikur ti nuk do paguash asnjë cent, është me të vërtetë e vështirë, por ja dele arrin ta gjerë, sidomos në zonat rurale, në provincat e vogla ose në fshatrat e vogla, është pak më e lehtë se sa në qytetet e mëdha të mbipopulluara. Gjithashtu duhet edhe shufa Auskunft, të cilën unë në fakt nuk e kam bërë asnjëherë, është për të gjitha ata persona që kanë kredi në Gjermani dhe borxhe në shtet, por besoj për personat që sapo vinë në Gjermani nuk është se kanë problem në lidhje me këtë aspekt.